Unë po them që jemi në vazhdën e marrëveshjeve, diskutimeve me të gjitha partitë, edhe si rezultat po them ne po vazhdojmë, puna vazhdon në kryeqytet. Të gjithë dekasterat janë në punim e sipër, pra nuk është kjo një qeverisje e cila është e re, është një qeverisje që është në vazhdimsi prej 4 vjeçarit të përparshëm, edhe si e tillë tash jemi duke bë disa ndryshime, do të thonë disa gjëra kanë me qëndru të njëjta, disa ndryshime janë publike, tashmë vetëm mundeni me i pa në website-in e Prishtina Online, ku ndryshimet vetëm se i kemi bo publike, edhe po vazhdojmë në këtë vazhd të krijimit të ekipit tash për 4 vitet e ardhshme. Po një kam bo të gjitha partive, gjitha faktikisht, edhe kam përmend këto edhe paraprakisht, jam po them në pritje tash përfundimtare, mendoj që është edhe një ndoshta prolongim për shkak të çështjeve edhe të niveleve tjera, për shembull se kemi pas një numër të madh tash të zgjedhjeve në vitin 2025, po vazhdojmë po them edhe tash e kemi edhe në nivelin parlamentar, në nivelin qeverisës, në nivelin qendror edhe zgjedhjen e presidentit, pra janë disa çështje të cilat ndërlidhen edhe me nivelin lokal, për këtë arsye po them që të kemi edhe pak durim, edhe me siguri që brenda shumë pak kohësh do ta bëjmë prezent të gjithë kabinetin. Pra sot po mendoj deri në javën e ardhshme, në fund të javës të ardhshme apo në fillimin e javës tjetër do ta kemi ashtu pasqyrën e plot, pra ata që janë të ri, ata që shndrojnë, mirë po çka du me cek është që të gjitha drejtoritë janë duke u marrë me punë në gjitha pjesët e kryeqytetit, pra jemi duke vazhduar me proceset. Po ende po them, ende nuk e kemi formalizu të fundit. A nuk kanë mjaftu më shumë se 100 ditë për një kabinet? Po ne po them, unë kam bë kërkesë publike të gjitha partive, tash janë lajmëru disa jo, edhe e kemi tash po them disa presin ndoshta edhe për zgjedhjet parlamentare, po në zgjedhjen e presidentes, pra nuk kam dashur me bë presion ndaj asnjë partie, për arsye se po them është për mirën e kryeqytetit që në momentin kur edhe kemi një formulë të saktë, ja u prezantojmë qytetarëve të kryeqytetit. Mirë po deri atëherë po them, ne jemi duke punu, kemi një ekip të mrekullueshme në kryeqytet, pra të gjitha drejtoritë kanë drejtorat e vet, jemi duke vazhduar me punë në gjitha pjesët e kryeqytetit, pra kjo nuk ka asnjë impakt negativ, pse ne nuk e kemi bën ndoshta diçka të re. Mirë po, qasja ime ka qenë edhe mbetet, që duhet të jetë një koalicion i gjerë në nivelin e kryeqytetit, sepse kemi punë të mëdha. E kemi lojrat mediterane të vitit 2030, për cilat tashmë po them jemi duke i shtyr përpara ashtu fuqishëm, po ashtu edhe projektet madhore të cilat po ashtu jemi duke i shtyr para, nevoja tjera të kryeqytetit që janë të shumta në nivele të arsimit, pra edhe me sistemet të mësimit tërditor, të sportit, po them në krijimin e infrastrukturës në pjesë të ndryshme, të transportit të ri urban që tashmë e kemi shtyr përpara, pra kemi shumë punë që jemi duke i shtyr përpara fuqishëm, pa marrë parasysh a kemi bën ndryshime në drejtori apo jo. Kjo është pika. Faleminderit shumë.